Po kemi më gjatë gjithëve, po vjen keq pak që u vënua, po punimet në rrugë 1 orë 40 minuta për Prishtinës dhe në hotel Dukazhin, kështu që po shpresoj që nuk jo kom zgjatë ditën se gjëna me harxhu këtë ku ka zbukur në pej në hotel. Kështu dëmonë, Leonora ka lyp me bu një avokat, edhe për dallim për asoj që më shenë në televizion të bisedu për ekskluzivisht për çështje kushtetuese, paret i fitoj me një lami krejt tjetër, ajo është e drejta komerciale, dëmonë, edhe zyra eme paka shumë ekskluzivisht mirët me këshilla juridike, për kompani, edhe qëfar do lande që një kompani mundet me pas, kjo është për me rëmbullaksu shtu ma figurativisht, edhe neve nga bjen hise, shpesher fatmirësisht, e pa që shpesh edhe fatkeqësisht që një farë mënyrë me qenë pionjer të zbatimit të do ligjeve për cilë të shumica prej nesh, edhe publiku i gjunë, nuk e dinas që egzistojnë, po egzistojnë. Prezentimin tam do të dojnë 2 pjesë, sepse mu ka bu tash pak si smundje dhe ke pjesa e kushtetuesës, kështu që nuk do t'ju lëu pa ju dhoni prezentim për ato që unë e quaj rasti i 3 prezidentëve, edhe implikimet e atij rasti në mënyrën se si bëhet politika në Kosovë. Mirë po prezentimin mas pari, po ja filloj me një aspekt të së ardhmës apo asoj që ka ne dëshirojmë me pas në Kosovë, ajo është ato që e quajmë shpesh sundimi ligjet, mirë po cilën shumë pak njerëz e din çka nuk kupton. Prej vitit 99, vitin 2000 pa të organizu një udhëtim studimor në Amerikë me prokuror. Atër përne isha në prokuror shumë. Edhe kur shkanim në vitin 2000, më do këtë që ka qenë hera e 2, e 3 për mu që shkaja atje, por shumica aty në që ishen me mu ishte hera parë, dhe shumicës prokurori ju lejke shumë për shtypje, dhe më thonë a i shaj në për hotele që është, më keni kujdes sa është fshi, merë edhe muni merë shit. Edhe shumica e prokurorit që ishen aty, dhe më me këtë bashkëfëll, qatë shumë ju bo për shtypje që ajo bo temë dhe që se cilin takim, edhe i vetë që në qëfar ligjë keni, edhe në qështë ordë, deret i shkepuna që më konë shaja gjithë kanë që të njërë edhe dhe më që me funksionu kjo ka që mirë me asi, edhe se me ndënin që ka në e litë specifik në Amerikë, dhe më që thotë që gjithë 5 metra duesh me pas ka në qëzë shaje për me paralajmëru ata personat që i cënë andej që është dyshemeja e rëshitshme. Edhe normalisht kjo vjen për kulturës socialiste të këti vendi, ku shumica e sanave janë regullu vetëm me ligjë, edhe ku ligje një farë mënyre ka qenë në profesi vetë përmbushë një farë mënyre. Ka qenë ligje dhe ka qenë shteti cili kujdes që se cili segment i ligjit është përmbush, edhe faktikisht shteti ka qenë aktori kryesor për mu siguru që ligjet cilat janë të shkrume me u përmbush. Demokraci, nuk do të japin a i definim, kështu se ka 100.000 definime për demokraci që edhe të demokracia, po une që shëshë është demokracia pjesëmarrje aktive, së përshullo. Edhe në fund ditës demokraci nuk mjafton me egzistu një ligjë, sepse aj nuk përmbushet në njërë automatike. Për me u përmbush aj ligjë, nevojitet që qaj personi që rëzuat në Amerikë para 50-60 vjetë, kërë konë dyshemeja e lakt edhe rëshitshme, me lëshu punën, me shku më marrë me një qashtje 1 vjetë, 2 vjetë, dhe i sot ka kalu në për se cilën instancë gjukatës, dhere sa ka arrit të punat që me fitu qatë drejt që i ka taku me ligjë, edhe me vendosë precedenin. Shumica aty në prokurore u qëditën kërë më në verës që është fakte një raste që kanë ndodhë që në caktu dame prej pronarit e një hoteli ku kanë ndodhë një aksident më parë. Pse këto po e them? Pse kjo shambull? Sepse nëse këqyrim politikën e ligjbërjes Kosovë prej 99-ës, më i thëmë lirisht, e sidomos prej vitë 2005 e tutje, në shumë që gjithë politika në këtë vend o kufizu në kopimin edhe adoptimin e ligjeve të gatshme, do më thonë të cilat janë kopju kryesisht edhe po thuj se ekskluzivisht nga Evropa, si do mësë këtë lamin tjetër. Edhe, do më thonë, gjitha këtu ligje funksionojnë, kemi ligjë për mbrojtjen e konkurencës, kemi ligjë për mbrojtjen e drejta e dhonave personale, kemi ligjë po thuj se në se cilën lami të mundshme, edhe po thuj se nështë ta kemi kopju tërsisht aki komuniterën duke e shëndru në qëllim në vete pasurimin e korpusit ligjor të Kosovës, i cili nuk ka pas asë një efekt qëfar do qoftë në nëzitjen e zhvillimit ekonomik që është kryesorja,
Mirë, po përveç që s'ka pas efekt nxitjen e ekonominë e zhvillimit ekonomik, po ashtu ka kriju pengesa të shumta për zhvillimin e bizneseve. Pse? A din dikush më tregu se s'po du me bu të shumë kështu ligjëruese, çka është qëllimi politik i aki komunitarit, domethënë. Nëse ka jurista, nëse nuk ka jurista, po edhe politikanët mund më tregu. Çka është qëllimi politik? Çka synon çaj korpus? Nuk është kjo kështu përgjigje textbook question, veç po më intereson mendimi, po, nëse ko. Se di fjallën shqip, po alignment me legislacionin e BE. Jo, qëre, aki komuniter është qaj trupi i ligjeve të Evropës, e se cili ligj në esencë, e mbart në vetën me qëllim të caktum politik, na jemi në proces të alignment, na jemi të për shtot legislacionin tonë me aki komuniter. Mirë, po, qëka o qëllimi ekonomik i akiz, Evropa, kërë bashku, ka thonë, okej, për sinkronizojmë krejt që të ligje, edhe për bujna krejt njejta, edhe me qëllim qka? Tregut përbashkët, politika dhe përbashkët. Sa kompani në Evropë keni ndëgju që kanë linjë që mbu shumë të mëdhaja, masi që është kriju single market, a keni ndëgju për sa kompani janë kriju? Të mëdhaja, kështë atë breakthrough për shumë, si që janë dalë Facebook, atë Google, atë në për Amerikë. Asnjë. Adem se? Pse qëllimi, mas pari, aki komuniter nuk ka qëllim politik nxitjen e zhvillimit për shpejtum ekonomik. Jo. Zhvillimi ekonomik prej Amerikës e në Evropë është bu në mjedis totalisht pa regulum. Biznisi nuk duran regullim. Edhe qëllimi kryesor i aki komuniter është krijimi tregut përbashkët, me qëllim që kompanit të cilat janë rrit, janë zhvillu në munges të aki komuniterit, në munges të këtyre ligjeve, këtyre ngarkesave ligjore, për edhe cilat i kanë mri kapacitetet në tregjet vendore, me kalu në tregjet tjera, me uzgjanu. Kështu që është një varmënyre mirëmbajtja e një zhvillimi ekonomik që është arrit para miratimit të akisa, po para krijimit të korpusit ligjor. Edhe tash e ki një kompani gjermane, për shembull, një kompani gjermane, cila e ka mri maksimumin e zhvillimit saj ekonomik mrena Gjermanisë, edhe ku e imponu si nevoj politike zgjerimi tregut, me të në atu bariera tregut me ligjet ndryshme, me gjystar franqes të gjyku në njërën franqeze kështu me radhë, o imponu nevoja që një farë mënyre kompanisë gjermane me asgjenu Gjermanin edhe për te kufinit me Gjerman, njërë që atje me qenë parashikueshmëria më e lartë të kështu më rëqë. Qëka do më thonë kjo? Qëllimi kryesor është mirëmbajtja edhe zhvillimi i kompanive ekzistuese. Qëka do më thonë kjo? Prej 99-ës Kosova nuk ka arrit me përfitu prej përparësis kryesore krahasuese që ka pas me këtë vend e tjera, ajo është të qenë vend i pa zhvillum. A qëfar përparësi është e? Përparësi e pa zavendësueshme, asë njëre nuk e nalë me këshyrë, këtë kena dosh me bukë të me njerë vend zhvillume, me 100.000 regula, mësëm këtë shkuptani, regullat neve, na konvenojnë si avokatë, na qatë punë e kemi, sa ma shumë ligje, që si merë vesh kërkush, qatë ma mirë i kemi na punë. Po, politika ka qenë e mrapsht për një arsye të thjesht se, jenë kriju ligje, para se mu kriju qëto kompanit të cilat kishin me përfitu prej aki komunitare. Ta morim një shembull kryesor. Kosova ka një treg plus minus 2 milion. 2 milion herët zero, nëse s'ki prodhimtari, 2 milion herët zero, bëjnë zero. Nëse Kosova nesër po e ka në Evropë, 200 milion herët zero, apet zero bëjnë. Që shumë? Edhe efekti ytë në aki komunitare është zero, s'ka kurgjeq. Nëse ti nuk e ki kriju mundësin, biznesit tënë, me u zhvillu pa pengesa, pa bariera, pa regulativ, do më thonë, edhe nuk e ki kriju një produkt që e shetë të nesër që mund shme plasu në Evropë, edhe asoj kompanije nuk e ki mundësu nesër me përfitu për parësin kryesore të integrimit evropian, është qasja me një treg 200 milionsh, tyre faktikisht e ki pru këtë vend në bilancë zero, po aqë so e ka posë dhe para se me hi në Union Evropian. Ku është sani ma i keqë? është se, do më thonë, përveç kësaj,
neve Bashkimi Evropian me qëtë politikë, që kemi zhvillu, dhe me qëtë politikë, sidomos legislative, neve Bashkimi Evropian nga pru nga rkjesa të papame në zhvillimin ekonomik. Qysh është e? Na para 2010 e kemi miratu një leqë për mbrojtjen e konkurencës, s'po du me qenë teknik se çështja është ma politike, stash vjetë, i cili është një farë mënyre fizika nukleare e drejtësisë. Shumë o ligjë i komplikum, shumë pak njerëz e marrin vesh, edhe dush me qenë fakt edhe ekonomist i mirë, për mi marrë vesh edhe rregullat ligjore të atij ligji. Edhe atin ku shëbu, kryetari, edhe Komisioni Konkurencës është kriju, që është një autoritet regulativ, i cili ka autorizimet jashtëzakonshme, mja unë një shembull shtu, të përgjithshëm, që kjo autoritet i konkurencës mundet me shqiptu gjobë deri në 10% qarkullimit vjetor të një kompanie, 10%. 10% i qarkullimit vjetor mund të më konë 100% i fitimit. Do kompani punojnë me margjin 10% fitimit. Edhe, në kryet të autoritetit i cili mundet me shqiptu ka gjoba drakonike, kënë e kam vendos, këta politikanë tonë, e kam vendos një farë njeri që ma hi shumë gjuna se shumë shpeshë për meni atë njeri, garantë të buri mirë, një farë Ahmet Krasniqi që jo konë kryetari i degës PDK-s në fush Kosovë. Unë atë në jetojnë Kosovë, këtë jemi këtë politizumë, o shesnimat politizume, nuk ka, e unë e kuptoj që me politikë duesh do kuadrat politikës mi shty, po, adin, kur vim të autoriteti konkurencës, PDK-ja duhet më ullë dhe me thonë, kone kjena matë mire, kush të mbile, diçka. Jo me qitë fush Kosovës, do njerën që garantohon ashtu i fundit, atën që omet, dika omet pa uzgjellë, atje dhe kanë qitë aty. Do më thonë, e kanë qitë një kryetar deget fush Kosovës me vozit figurativisht më thonë një Ferrari me një autostradë në Gjermani ku s'ka kufizim të mund shpejtësisë. Ja normal qa bën ai Ferrarin që është maqina më e mirë mas 10 metrave për plas dika si zakonisht. Etash, kjo ide është totalisht e gabume për këtu arsye sepse në fundit fakturën kryesore Kosovë pe pagun se si jam si populizëm, në fakt ja kombinati populistave, qytetari për një arsye, sepse po merë produkte më të shtrejta, cilat po jenë më konkurruese në Kosovë për shkak të këtyre ligjeve, edhe e dyta po është Evropa. Pse? Pse biznesi, sot nëse vetë një biznesin, që për merr mendja për procesin e integrimit evropian, tënë kanë me thonë që shumë i keq, se ka kriju rregulla shumë, ligje shumë, ndur të kujt, ndur të kryetarëve të degëve veneve ma rurale në për Kosovë, që hera por kërë në Prishtinë, në qatë zyre, që aty për me shqiptu gjoba ka 10%. Edhe për atë arsye sot e ki kriju një armitësi totale të biznesit ndaj konceptit të bashkimit evropian, sepse është ekonomikisht, i pafavorshëm. Edhe kjo se e kom alergjin, e hopat e alergjisë, pos që ti morin men, edhe jo, pos që ti morin men, edhe të atjerin gujnë shumë shpesh. Po bashkë shumë sytë. Ja, më vishë. Edhe një ujtë api. Kështu që, e tash që ka problemi i këti koncepti, që po supozojmë që Kosova, veç për faktin që në Evropë, ka me i në Evropë, që është atin paradoksale, se jo për diçka tjetër, edhe po i në Evropë. Na kemi kompani që nuk shesin kur gjë heq, që nuk mujnë me kriju, nuk mujnë me përfitu për i qasës në tregun 200 milionsh, edhe që është problemi tjetër? Unë adhe në qysh ka njerë, kur na duke të problemet e mdoja këtë në Kosovë, kur e këshyre motin, adhe në fund të lanë me delaj parashkimi motin, dhe kur del mas pari, Kosova duke të këgja e madhe, masani del rajoni, masani pak ma gjënë edhe shetë që farveni, sa i vogël është, apëtën. Edhe ti tash, kur hinë në Evropë, le që s'kime pas që ka i shetë Evropës, po edhe ata që kanë me shqit këtu kanë me trajtu si tregun ma periferik, ma të parancishëm, asë nuk kanë me trajtu si treg relevant, ku bojnë investime, ku e bin fabrikën për me prodhu diçka ma shumë, sepse ata biznisment jenë njerës praktik. Nëse tregu arqëton, vine qelin fabrikën këtu edhe i punsojnë 1.000 njerës, po nëse jo atë arshesin për rajonit. Kështu që në funditës edhe si treg, si teritor, kime pasë rancin ma të vogël të mundshme në Evropë. Kështu që me qëtë politikë, unë bëdhëm, kemi me po qësh ka mu armitsu këtë veni me konceptin e bashkimit evropian, dhe qësh ka mu e kryesisht edhe biznisi, edhe qytetarët edhe tënë, se delë në fund që po është i pavarëshëm. E pse kja, veç për shkak që politikanë tonë kanë vendosë me po punën ma të letë,
në procesin e integrimit evropian. Mi përkthy do ligje, edhe mi au dhon do njerëz që se lexojnë kurrë dhe mi miratuan, më thonë që bëm diçka, dikush më shujt në fund në raport ato në ekspert jashtë, më thonë. Si thonë, kjo puna më e lehtë. Edhe kjo puna, si thonë këto, as s'ke nevojë më kon në shkencëtar, madh as në politikan vizionar, sepse i ka shkruar dikush më përpara, veç duhet më pas do përkthys mirë që i përkthejnë që në fakt edhe nuk i kemi, se ka shumë probleme me ligje. Tash, çka ka qenë propozimi jam? Unë çka kam propozuar se kam shkruar për këtë boll, edhe në fakt ton politikanëve ja kam propozuar, po asnjëri nuk e ka marrë parasysh. Unë kam propozuar tash të quajturin. Unë që kom parafrazu se term kështu work in progress që dojnë, është integrimi sekvencuar evropian. Evropa është domon qëllim politik. S'kem ku shkojmë funditës, për shembull, na me Afrikë s'kem bashku, as me Turqi s'kem bashku, në Evropë do të më shku. Edhe që domon integrimi sekvencuar çfarë nuk kupton. Me tregu vullnetin tonë që jemi pro Evropës, që çat drejtëm jemi Tunis, na në fakt hajde edhe që të punën që kanë bërë politikanë tonë, edhe çat të pjau pranoj. Pillojmë që nesër përktheni këtë ligjet, çka ka, këtë trupin aki komunitar, këtë korpusin, shten në parlament, aprovu hen fuqi. Po hyrja në fuqi e këto në ligjeve, do të mos sekvencu. Çu sekvencohet hyrja në fuqi? 6 muaj ditë para antarësimit, 9 muaj ditë mas këtij procesi, do të atë procesin e antarësimit në Unionin Evropian, edhe do në çat mënyrë sekvencohet. Çka mundson kjo? Kjo mundson bizneseve, që të na shumë i shohim. Edhe do më thojmë jo kështu, po të gjithmonë mu zhvillu në njërë të paregullume, njërë të paregullume, që është një pëj benefiteve kryesore, nëse i thuni veni, është që nuk kemi këtu autoritet halat të konkurencës, nuk kemi leq për këto, nuk kemi 100.000 regula që duesh me ditë dhe kështu me radhë, njërë të paregullume, që me kriju bizneset cilat kam produkt, shesin diqka, din me maru diqka, edhe shesin mas porin në Kosovë. E nesër mas nesër mujnë me shqitë edhe me një treg ma të gjonë që është cefta, e mas nesër edhe në Union Evropian. E qa bujmë në gjatësoj punët që këj proces 10 vjeqara, po sa pos gjatë këj integrimi jo në Evropë, na qëtë Ahmetin, krasniqin e fush Kosovës, e bujna ekspert drejtën e konkurencës. Po nuk e bujna ekspert drejtën e konkurencës në kurizin tem. Do më të më gjëbit 4 milionet dhe dhunë, më falë se adhen hera pare që të spedhe na po mësumi ka pak, po në laborator që shtë që mini sot mësimit, do kukla të biznesi. Qesi ma i gjëbit, në erë kapi, mesh 2 erë kapi, mesh 3 erë janë isë më mësu, edhe fakt edhe Ahmeti bot ekspert, edhe që e bënë një Ahmetin funditës, po tash po din diçka për dalën pej herës por kur nuk e bu. Do veç në qëtë mënyrë, na vime një situatë ku ligji, korpusi, i akis, i shërben zhvillimit ekonomik. Edhe në fund, kur himna në Evropë, e mirë mbanë qatë zhvillim ekonomik. Do në kompania jonë që ka qenë zhvillume, që kriju, që prëdhën diçka, tash në Evropë, mas po këti duhet me metë në qatë pozicionin e njëjtë. Edhe pse jo më zhvillu, sepse ka qasë tash me një tregë shumë matë malë se so ma përpara. Edhe tash mja u spjegu këtë qashtje. Në vitin 2012, a 2011, a ka të vetë vendosis këtu, po, gjysa, bolë mirë, shumë mirë. Në vitin 2011, vetë vendosja i nalke kamionat. Kure kona që i rëtulleshin kamionat, që i blë me Serbi? 2011, po, 2011, tash me ju kaldu që të paradoksin akis. 2011, vetë vendosja i nalke kamionat në Serbije, do mënë edhe i rëtullejke ka njerë, edhe kështu më rallë, bili i rëtullejke edhe do kamionat të një kompanije, konkurentit një klientit temë, është aje kompanija Holcim që në të Zvicrane ka një cimenturë në Serbije, ata bishën, e që ata, unë e kom këtë kompaninë që është të që e prodhen cimentën, edhe që ka ndodhë, edhe i rëtulleshin do në kamionat, nejse, kauza, do në brojtja, pak ka shumë, do në pak ma e vrash dhe jo shumë e sofistikume, po që këtë koncepti me kriju diçka në Kosovë, me produ që nesër mas nesër me shqit pak ma shumë. Edhe na tash normal kishim probleme këtë tjera këtu. Në fakt në qatë industrinë e cimentës, për shkak të do zhvillimeve në tregun italian, i cili e pa të vërshu Shqipnin me shumë cimentë, Shqipnia importoj këtë cimentë të nën kosto të prodhimit, nën kosto të prodhimit shumë edhe paka shumë e sulmoj qatë shumë tregun që gati u rreziku këtë industria e cimentës. Edhe këtu normalisht atë biznes e zhvilleshin në përmes distributorëve të cilët ishin të lidhën shumë lidh me shumë afër me politikën, në këtë rast
kom haru, po më ndoku të kon shajp muja që kon ai patroni politik i këtune që shitëshim për Shqipnis, domethënë në Kosovë. Edhe na çka bujmë, domethënë unë kishë jurist i mirë që i përcjellë ligjet, çan duhet tek ndodh bla bla, po që çaq shumë prodhojnë këta në ditë, edhe çaq kush kërkon se informant që i kishin kalu dy ligje shumë interesant. Mas pari ligjin për antidumping, nuk e di që tash ja shpjegoj me dy fjalë çfarë domethënë, edhe ligjin për mosat mbrojtjen importe. Po këtë temë për çka më kallzu këtë ditë se kon skandali numër 1 korriku 2012, qershor korrik 2012, me mosa mbrojtje me çimento. Do këto ligje antidumping, çfarë domethënë? Ligji antidumping është nëse dikush shet nën kostën e prodhimit për vendit origjinës, domethënë ai konsiderohet që është dumping, domethënë price edhe nuk lejohet edhe ti ki drejt si shtet me mbrojt për atyne produkteve, po pragu për me vërtetu çmimin e dumpingut është shumë i vështirë, se duhesh me shku në shtetin atje, m'ja vlerësu kostën atij të prodhimit e masane me vërtetu që çmimi me cilin peshtin në Kosovë është nën kostë, është shumë i vështirë. Po, Evropian, fakt, Amerikant edhe organizata botnore e tregtisë e ka zbulu një koncept shumë më të lehtë, një shortcut. Aty janë mosat mbrojtëse në importe. Pragu për me vërtetu a ki nevojë për mosa mbrojtëse në importe është a ka rritje të importeve, edhe a ka lidhje shkakëzore mes rritjes importeve, edhe ramjes domethënë së tregut vendor, domethënë produkteve vendore, ose në kuptim të ramjes çmimeve, ose në kuptim të humbjes së pjesëmarrjes treg, ose në kuptim të vëllimit të shitjes, për shembull, sa tona i shet e kështu me radhë. Edhe vjen klienti jam në zyre evropian, dhe ma bon, qëra bet asë ditë, ai kish punu në parajen, që të në përqëtu halakomat e balkonit, adhe nuk pëdi ligjet të avokati jam, të dush me dit, edhe ma bon, thëtë, këshërëve mëse keni kalu bre pa irë, që të ligjen për mos ambrojtje në portë, unë e në zyre të ambet, unë s'jau, atë serios, jo, s'kom dëgju. Qëra shumë njerë i civilizum, thëtë, këshërë Allah ilip, adhe një javë ditë për të jebi, këshërë pa këllëm të, adhe nëse si keni kalu, mos pa hiri në proces më mirë atun kuvend, bla bla. Edhe unë, atë në shumë, i sigur që se ka kalu, se është litë që e kam bujtë, që është shpejt qka, në për kuvend kërkush se ka morë vesh, edhe atërë o kom problem, se nuk më në tash gazeta zyrtore shumë ma e mirë, shumë ma e përditësume, atërë, dej sa dilëshin, o kom problem me gjithë, me lidhje u dëshë me gjithë një lidhë që e infoqi, edhe mas një ove, me turpin tem që edhe tash me pranej. I sku që më pjët e parë që ligji ka kalu para 6 muje. Edhe shkolli, adhen tash, wow, adhen pas ka kalu ligji dhe normal me një krenarit plagosën, e thira klientin edhe tash po pas ka kalu ligji. Edhe pja dërgojnë me email testin, në dhonat empirike që më vyshën për me përcaktu a ka e rast për masa mbrojtëse. E mosat mbrojtëse, vëtësa për informat, në importe, jënë zbulu prej Amerikanve për me mbrojt industrinë të në qelikut, prej Kinës, prej importeve kineze. Masa ne jënë përfshin në regullat e organizatës botnore të tregtis, edhe po ashtu domon janë pjesë edhe të akis, po ashtu janë pjesë edhe të kësaj, ceftës në Kosovë, që është pale cilës është edhe Kosova. Kështu që s'përishë më thonë, koncepti njëjtë, qka është vetë vendosja? Qka thojnë mosat mbrojtëse? Mosat mbrojtëse dhe nëse për shkak të fluksit madh të importeve, po të dobësohet industria vendore në vend, edhe ti po do mi thonë industrisë tonë dhe vendore, qëre, unë e muj me të mbrojt ty, me premtimin që gjatë ku sot mbrojnë e ty, ti ki me boj investime me cilat ki me rritë konkurrëshmërinë tonë për me u bojt me këta të importeve. A din dhe i sa mujnë me zgjatë mosat mbrojtëse? Dhe në 4 vjetë. Dhe në 4 vjetë. Edhe ideja është aty, që ti i thu qeverisë, qëre unë më konë që të qeme pjesëmarin 25%, këta për një vjetë më ka nullën 10%. Unë nuk më me mirë mbojt këtë pozitë, unë garant shkatruat këtë industria, edhe nëse shkatruat këtë industria, do unë veç import e ki këtu, unë po të premtej që nëse mi jep ti mosat mbrojtëse, me qitë tarif blokuse, do unë që mi arrit shmimin ati me bu, si kur të amin, do unë e mrana 4 vjetë kom investu 100 milion euro, figurativisht po flasë, do unë në përmirësimin e eficiencës prodhimit, edhe mas 4 vjetë kom e prodhu qëtë produkt me qëtë kosto ma të konkurusën, do më kërkush të në venë në treg. Se mos harani, qimento është një treg për shkak të shpenzimeve shumë të mëdha të transportit, është
është treg vendor, kudo që të shkon e shitet çiment e atij veni, so guri, dush me thy gurin me blu, edhe me shit, edhe si të shtin kamionin me bord 100 kilometra, del pilojës normalisht ekonomikisht, apo tan. Po këtu çashtu ishin ata të Shqipërisë që e kishin shit gurin e Kosovës pilojës është shumë thjesht. E tash kushti për me lyp mosat mbrojtëse, sipas ligjit të Kosovës, një kompani mundet me lyp, veç një kompani, që i ka për minus 25% pjesëmarrjen treg, ose më shumë kompani që i kanë më shumë se 50% pjesëmarrjen treg, ose vetë ministria mundet me bëni studim ex officio, domthonë për me përcaktuar se çfarë mosa duan, cilën industri kështu me radhë. Tash na e këshirëm testin si school book text, domthonë, edhe në përputhshëm tëna dhonat me lidhje shkakëzore, edhe me diagrame tëna sanet, edhe domthonë testi ka leke, po ças s'kishim ditë na që kredencialet geopolitike të kësaj ndërmarrje ishin totalisht gabim. Këta ishin grek, këta përfituesit, edhe importet vishin për Shqipënisë. Plus këta të importeve të Shqipënisë shajp muin e kishin këtu, domthonë garantues të vëmtarisë tonë ekonomike. Edhe në anën tjetër, këta të Ministrisë Tregtisë nuk kishin pas ide kush mrapa, edhe këto implikimet politike nuk e din. Edhe, do na arrim asnjë 2 muaj, 20 faqe, sa për informat, më tregu se edhe njerëzia thonë mimoza ka. Unë e kam nisë ato, që bëj kallëzoj publikisht. Unë e kam shujt aplikacion. Nëse të kusur faqe, sa të ka shënime ekonomike, e formula, llogaritje kështu me radhë. Mas një muaj na arrim me marr, domthon mosën e përkohshme. Jo mosat e përhershme, mosat e përhershme dam deri në 4 vjet. Mosat e përhershme deri në 4 vjet, edhe na arrim me marr mosën e përkohshme, edhe dini ç'a ndodhi domthon. Dini ç'a ndodhi. U bë skandali numër 1. Mimozën akuzum për korrupsion. Këta thanë që jo vetë që janë grek, po që kanë lidhje me djalin e Miloševićit, kom haru, po adhin u kon kështu show, s'ka pas çka, nuk ka pas autoritet që së ardh me haraz, domthon, për me ngacmu, me shqetësu, me njek penalisht. Pe inspektorve komunal të ujësiel si dejte këta dogana e policia këtë shumë më ratë. Pse u zbatu ligji? U zbatu ligji, ligji u zbatu, u thërëm ligj, edhe qka bom na, esencialisht, e bom të njëtin sen, që a dike me bu vetëvendosja, a i paradoksi ma i madhë që vetëvendosja nuk e dike që në fakt mundet me bu të njëtin sen me ligj. E në fakt një për kritikuze më të majnë kuvend të mosa e mbrojtëse, vetë vendosja ke. Së shumë thonë. E ta shtu eshe mësëm keq kuptane, veç përdu me të spjegu qysh nuk kuptohet që ekziston ligje, qysh ligje shpesher harrohet. Edhe normalisht për shkak presionit pa pom, edhe publik, se drejt me ju kallëzu, edhe nona jemi që është piktore, kërëm shku shpima ka bu, që ta shartësim na e kiti klient, si që është të pas kriju demonizim, thash, po, edhe ishë ma për këshat, a kanë këta lidhe me Miloševićin, a që kanë këta, qashtu, se opinioni publik është apotan, është brutal, adhen të kështu crucify, adhen qatë në kryq për 2 minuta dhe garant koka në storë, të plët. Po qka përdu me ju thonë është që mosat mbrojtëse, pe jasoj traume, kur më nuk jem përdur me sukses Kosovë. Kur heq, nuk ka pas minister të tregtisë, cilin une nuk e kom kërkuse, mas je pom që shoqëria këtu nuk mundet me kuptu kur dikush e lyp mja dhonë, bile ideja eshte me lyp për ministrisë industrinë ushqimore. Që apë të një mizavendësu që ato plazmat me sempre. This is the way to go, që kjo është mënyra që duhet me njek, nuk kona i zbële, mas kona i mi bloku kufit, as kamiona merdzu, as kërgjes, duhet me thjesht me i organizu që ato biznese, me mbrojt vetë vetën, ose me bu presion ministrin që me bu një hullumtim cilat industri Kosova i ka konkuruse. Cilat, se s'ka shumë e nejtë, qka zvenësht, nuk ka qatë shumë, edhe për qatë arsye, do mënë duhet me izbatu. Kështu që keni farë mënyre e spjegon edhe gjendjen, e vendit tonë paradokset edhe shpëshmëllon ato paradokset që kanë erë drejt më kalëzu do më në shujnë qëfar të dëshire për me bu diqka se këtu do më fatkecisht na jemi tënë të ndikumë dhe për shkak të zhvillimit të medjave për komunikim masive, rjetëve sociale, kështu më rrët tash tënë jemi një farë reality TV.
këtë po kem qef mi pëlqy dikujna. Shpeshon jemi me një farë gore të populizmit që shumë mrapsht by the way, edhe që janë kërkaheq pas poshtë, domethënë trajektoria është e poshtë, edhe këtu intelektualt kanë abdiku prej domon thirrjes tyne kryesore shoqërore, ajo është më kon jo popullor. Shpeshon jo popullor, se ti kur je intelektual ki lukse me menu për të sene që s'menan ai që duhet çdo ditë me menu sa komishi të vetit a ka buk me hungër, edhe jo popullor kur je ti dush dikujna mi thonë atë çu puna. Unë në Serbi e kom një analizën më të mirë për politikat e zhvillimit ekonomik të Ballkanit. Në Serbi e kom një analizë se kur erdh ky Vučićin pushtet theke, po ky është një politikan kot theke. Po soi përket politika ekonomike theke ku ki pati politikë ekonomike kur më thon njerëz punoni më pak se keni më fituar më shumë. Atë ku ka kuptim kësa? Ku ka kuptim? Edhe na sot e kena kriju, domethënë unë anglisht është kuptimi më i mirë, po mundona me përkthy, domethënë e kena kriju një popull ton me një ndjenjë të titullarit, self-entitlement, secili njeri të zdia keni gjithë vëzit në domethënë për rrugë, e keni po qysh hecin kam absurd, shpeshon rruga e tëne duket thuti është domethënë një univers paralel ku kërkush s'në hen atë tjetër kush. E që ashtu i ki krejt pjesëmarrësit sot në shoqëni të vepru, shpeshon të njën entitled to something. Domethënë kite kanë drejt diçka, domethënë. E nuk e din që drejtat e tyre kufizohen që aty më ne ndalojnë që aty ku janë nisin drejtat e personave tjerë. Edhe esenca e morali këtë kësaj histori është që morali këtë kësaj histori me një debat fundit televiziv me këtë ministrin Hoti, Abdullah Hoti, i cili po ashtu është profesor i mirë, kështu qëllim mirë këtë po sikur që shkanë qenë edhe shumë nështë aparatise, rruga në ferë është këtë qëllimet mira, këtë njerëz me të mirë janë isë, në anglisht dhe në gjuhën juridike, thënë walking liabilities, këtë ata me dëshirat ma të mira të marin qafë, po aj janë isë më spjegu që shko me reformu administratën tatimore të Kosovës, që ata njerëz që janë njohin administratën tatimore, vishë një inspektor që janë njohin e din që ajo është si me hi në atë mafin familjen më të madhe kriminale në Italia, në Amerikë dhe më janë nisë aty në më shpjegu për së ligjë dhe me shpresu që ata po konvertojnë peshojnë zotin dhe po konvertojnë qytetarë që respektojnë ligjën. Edhe ideja jam, konflikti jam me të kryesor ishte zvoglu, shanca jote e vetme për me ungull ndikimin e tëne negativën shoqëni, është me zvoglu, a dini që sot në Kosovë, prej klientave për ju flasë, mënyra ma e sigurt për mos me pas telashe me administratën tatimore, është nëse hitë spagun të atin, nëse hitë figuran, nëse nuk jenë list, nëse nuk jenë kompjuter. Pse? Pse, edhe dini so biznesin që hitë që jenë kompjuter, hitë figurojnë, cash marin, asë s'ka numra fiskale, asë kur gjeq. Që e mënyra ma e sigurt se ata të menë, që qatë qenë kreativ, që kur e thotë këtë duhet me mush budgetin, që ata, atin kujna i shkujnë, atyne që raportojnë çdo ditë, që paguajnë çdo ditë, edhe hinë atyne, ju ofrojnë ju dyfishojnë tatimet e kështu me radhë, edhe ngacmojnë biznesin. Kështu që në realitet qelësi për zhvillimin e përshpejtuar ekonomik, unë e di që plot njerëz, sidomos ata të majtit kanë më akuzuar si total neoliberali kështu me radhë, po domthonë është zvoglimi i rregullimit. Një administrat e keqe është e mirë kër është e vogël. Edhe ti nuk mund është administratën me reformun kërës biznesit se është self-destructive process. është proces vetë shkatru, se e shkatruve në proces atë mund. Atë në të reformu administratën, po kujtë kom i shërbyta është ke administratë. Edhe për momentin a jemi në qatë të kryqë. Vetë zvoglimi edhe deregulimi është kyç. Edhe sidomos heqja e këtyne Ferrarive të Evropës, këtyne ligjeve që kërkush dhe një vëzit, në administratë për flasim. Edhe këtu do një parkojna për momentin, qelës aty jabim, ju dhujna kjerët e ju jenë, po keni mi vëzit kur të ndreqim pak rrugët e kështu me radhë. Se në fund ditës, që shumë, ti kur e merë një Ferrari me vëzit në rrugët fshatit, një 5 vjetë kur të qetë masenin në autostradë me vëzit bashkë, edhe nuk mundush me ani këtë lezetë, se edhe në këtë gjatë do dome i ka bu. Edhe në fund të kjo pjesa ekonomike, përdu me e marrë edhe një temë shumë përfullin, sa i përket krijimit tregjeve, edhe që lidhet me bashkimin kombëtar, që po ashtu është një temë që keq përdoret zakonisht.
unë në fakt tash pjo kallëzedhe një paradoks për veti, unë e kom punu një 7 vjet e gjysën në drejt penale dhe në procedurë penale për ka shumë. Qatë shumë e kom dashur të lami që edhe një më koni sigur që për qatë kom punu të njëdhe. Po atë lami kom mujtë me punu vetë si prokuror. Kur nuk më kanë zgjedhë prokuror në prokurori speciale, që kur vëm këfi për Kosovës, e pataljon ato këtë, kur ja kom njësë më marrë me komerciale, të dhe në këtë na kemi qef të qysh retrospektiv me arsyetu vetit lëvizjet karrierën, thëmë, po vëlla edhe në komercialin gjithë e kom dashtë, unë e hitë se kom dashtë, apo tënë, fakultet, se na e na shku një redik, shumica që shkojnë një redik nuk e din matematikën, apo tënë, që që njëm kështu late learning, apo tënë, edhe ekonomi, edhe numra, edhe formula, edhe këtë sene, komerciale, e në fundit edhe kushtetusin që që kushtetusin në punë bajqens që mi se kushtetuta më ka duk do në lami për pensionerat asë një vend botës nuk shë adin nuk ka të nëjë dinamik për kër i ki 30 vjetë dhjën pak do në adrenalin jo stabilitet e tash të kjo të bashkimi të bashkimi kombëtar e tash temën që e kom post për doktoraturë që e kom se që të deshta me kodë, temë për doktoraturë e kom diçka që s'ka hecës bëjmë masionën për këtë në trijeve. është propaganda si instrument i dhunës, është një temë shumë e madhe, e cila faktikisht edhe shumë interesant që është totalisht e palevrume, i studion elitat mediale, akademike dhe fetare në rolin e tyre për nxitjen e luftës. Propaganda për nxitjet luftës është ai procesi i dehumanizimit viktimës, ku viktimën të e bën agresor, në mënyrë që sulmjet mu legjitimu. E atë proces nuk e bojnë as paramilitarët, as politikanë dhe kështu me radhë, ato e bojnë mënyrë sistematike, këta strukturat elite të medjave, fes edhe media feja edhe akademik, më falë. Do mund që njerës cilë për momentin nuk i kap ligji penal, se lidhja shkakëzore mes nxitjes që e kanë bua ata, edhe krimit përfundimtare shumë do mund atë në fështire e vendosën. Pse pja u spjegoj këto, edhe qa ko kjo lidhe me bashkimin kombëtar, sepse pjesë pasoj teme doktorature, do mund, o konë normalisht edhe këtë krimet që ka ndodhë në Kosovë gjatë luftës, edhe ju vetëm, se nuk kemë për aty në akademikve që studioj veç ma hollën tema, që ki po temat e magistraturës të për histori, për shumë beteja e soj pej, soj shpije, do në që shkjat shumë këta, edhe që kena bu. Po, është pjesë e rëndësishme pse? Sepse baza e nacionalizmit sërb është victim-based, është e bazuar në viktimizimin e vetvetes, sepse agresori agresori për me arsyetu sulmin e vet, edhe me legjitimu dhunën që ka me përdorur ndaj viktimës, ai mas pari e bën veten viktim, e dehumanizon viktimën e vetë, njërë që sulmi më konë pasoja ma e natyrshme e mundshme. Edhe adin, unë, by the way, kom bu studim empirik për këto, shtu, laboratorik, empirik. I kom marrë një 5 shukët me që asë njerë, jo veç se kanë shkje ligjën, po asë që denimin në trafik nuk kanë. Të një njerës që s'ja unim për politikë, një shumë njerës tjeshtë në botën e tëne. Edhe e kom marrë një fotografi të një njeri, një moshkullit që do këtë keq, që do këtë si kriminal. Pak i, jo i mirë më pa, si atën së shvëllon, ftyrën e që shja u qesin Hollywood një bad guy, që është pak a shumë, pak ma shumë. Edhe unë ja kom thonë dhonat e për qëtë njeri, kom thonë që kjo është një kriminal, kështë më radhë, bla bla bla, më fëndë e kom qitë fotografinë e një fëmije, 4 vjeqar, një djali po ashtu 4 vjeqar, engjëllor, do unë edhe i kom thonë që kjo ka dhënu qëtë fëmi, kjo edhe më fëndë e ka vra, këtë ja kom thonë në informatat, atëne. Edhe këta 4 njerës që kurse kanë shkel ligjën, do më kër i kom vetë qëfar denimi duhet me mu denu, edhe kom thonë, denim 20 vjetë, 40 vjetë për jetëshëm, edhe me vdekje, ose edhe tjetër, se më interesej këmë ditë, 8-4 të kanë thonë që na dojna me vra. Atin zdojna asë me që atin gjukate, me adhonë në lekcionin e që apë t'jene në karike elektrike, kanë thonë na dojna me vra. E kjo ka shtru pytin do në emën e përgjecë. A e më në përgjithë, unë so adhash në informat të reshme, qëtu, edhe këta u që unë e vranë njerëm se ju përshtat, pak ju përshtat profilit, për shumë, ke believable rana, që ju këqë. E tash këto përdhëm se nacionalizmi sërbë në esencë o konë i bazum në viktimizim vetë vetës,
Edhe për çfarë arsye ka qenë çaq brutal, edhe ato i dini, edhe pse është ajo pak matriç janë, po i dini ato rastet aty Martinovicit, i cili ka për me shishët birë se ju që se dini më mirë, mos më ditë, masani janë që kanë akuzuar të shqiptar 3 para në 18-19 vjeçor të dhënu motrat nderit kanë 90 vjet, atë edhe keni po ashtu edhe këtë nacionalizmin edhe nacizmit, që ka paraftyru evrejt me hunat mëdha me, atë është çaja paradigmë. E tash të problemi jonë me bashkimin është që paka shumë, unë menej padashe me bindën, që krejt nacionalizmi i Kosovës që aty në kre me sipër, sidomos aty në Shqipni ku s'ka ekzistu kur, absolutisht ata e veri ka zhvesh për të në ndjenja në zore, tash është i bazu po ashtu në viktimizim, që në korrigjim një padrejësijet 1912-ës. Korrigjim një padrejësijet 1912-ës në viktimizim e cila një farë mënyre e krija një farë ndjenje agresiviteti e cila është e pashmangshme me rezultu në dhunë brutale. Ta shumë aty në proponentëve të bashkimit kombëtar ju shtroj 2 pyetje. Thom 1912 absolutisht jam me juve që o dasht më konë bashkimi. Pse bashkimi më po 1912? Pse? Një territor më i madh, domthonë një popullat më e madhe, një treg më i madh, një popullat më e madhe, një siguri më e madhe, sepse një ushtri më e madhe, edhe një shtet më i madh, një pozitë geopolitike, domthonë më e madhe, sepse geopolitika është zhvilluar në bazë të shtetit, ose organizatat ndërkombëtare rajonale janë ardhur më vonë në shprehje, para 1912. Kështu që shtojnë konë arsye dhe me qëtë matematikë, me qëtë formullë, 1912 jemi dashur të bashku. Pse s'jemi bashku, është, du të me thonë këto haptas, pse s'kemi mujtë, s'kemi pas kapacitet të bashku. Se adin dëshira jemi sigur që gjithë konë atë. 2015 ka ndryshu bak, matematika. Numër 1, në kuptimin e tregjeve, është relativizua kompaktësia në shteti treg. Sot në fakt, në botë nuk ka më me rëndësi qysh jenë hartën e OKB-s, është me rëndësi qysh jenë hartën e Coca-Colës, apo të Pepsis, apo të Google-it, që Google-it tash përshaun, Google-it që është advertising based. E këni po, gjurë Shqipit tash e ka shti për klikime se në menë, tash kitë kompanit sërë, klikohen sërë, ato e shtin, nëse botë gjua Shqipe, që i kopë tash sajnë në Shqipni, se nuk e di popullatën në Shqipni, 2 milion këtu, edhe 3 milion atje, 5, edhe në Macedoni sajnë, me njerë shtin, së shëllon një territor, me IP adresa dhe është edhe përpunën. E dyta, pozita siguria nuk është brengë një shteti, këtë është organizuat në kuadrë të organizatët ndryshme ndërkombëtare, edhe po ashtu dhe pozita geopolitike. Në fakt, pozita geopolitike me këshyrë shtu për analizës poster matematikore, sot realisht 2 shtete, 2 jenë ma shumë se 1, sepse 2 vota në Union Evropian, 2 vota NATO kanë ma shumë përë se sa një votë esenciale. Kështu që bashkimin kombëtar, sot nuk mujë me këshyrë në kornizën 1912-ës, po 2015, sepse na, në fakt edhe pse na të nëkona që është rritëm, që është përvujme, që mësojmë historinë, gjithë dhe që është e njëm një farë borgji ndaj historisë. Edhe harrojmë misionin tonë kryesor në këtë botë. Borgjë ndaj aty në që vinë mas neve. Ata që jenë shku, ka njerë të pi në i ven, i kujtojnë, i ndërojmë këtë në shtu. Po borgjë jonë, misioni jonë këtu, është për ta që vinë mas neve. Këtë në du të mja ullon ma mirë. Jo aty në mja undreq, ajo është sigur ata prindë që scenari, dikush dojnë me bu, që me bu futbolera, ata boba dojnë djallin me bu, mesi edhe vetë qashtu, kështu që esenca këtu është që bashkimin kombëtar duhet me këshyrë sot në paradigma kryesore. Ajo pengesa që kena në kushtetut, që do të zbonë bashku, qashtu është, ndryshe s'ka mujtë më bo Kosovë, qaja Kosovë, 2008 nuk ka mujtë më bo ndryshe. Pse ti si e konë maj fort, maj menqë, maj dishë, ma whatever. Because of you. Jo që dikush tjetër të ka një përnë. Bashkimin kombëtar du të me këshyrë në terma ma praktik. Qa është? Ma sporën e gjithë dhe thëmë, edhe garanti keni një, nëse keni pone në televizion, unifikimin e ligjit për labeling, për etiketën e produkteve ushqimore, food stuff products, këtë që ka në ushqim, pije, këtu sen. Nëse unifikon ti qëtë label në mes Shqipnis, edhe tëna teritorë shqiptore, ti nesër kemi pas bushturën e Coca-Colës, kemi pas diku qëtu, janë në Shqipni, janë Kosovë, po që kemi të kryu ty, sepse, do në e kemi bu një label, për këtë që territor, sepse e ka një territor Shqip Fëllës. Reklamat kemi bu për një territor. Reklamat kemi bu për një territor. Edhe qështu që janë njësë, qaj bashkimi.
E tash këtij bashkimi, çka I paraprin, çaj krijimi I tregut. Kush e krijon tregun? Do në konja, në fakt, më nësha një shuku tem vetë vendosim ja spjegu pse I hone plazmat. Pse I hone plazma keksat. Më nësha ja spjegu se njëri, a ishi Shqipnis, në fakt, arë bërzojmi. Aja ti apësha, di mësoni ja plazma keksat, të ki jo se di. Të isha mësoni kërë im koni vogël, më po reklama të atë bambin që dollë për pëllë. A din, që atëherë të kryot konsumatori. Të isha djolli jam, kam I ongër, produktet e Shqipnisë të këshyrë bang, qështaj e tjetëra, dhe në cufa e këtu sanë e tjera, e këshyrë digitalme. Po unë plazma, adin, unë si konsumatori më formësu kërë I kom pas 7 vjetë. Edhe të tash dësane së një heks, unë e mëj tash nëse adin bashkë po shqitët politikisht, adin I kom nëllë plazma keks. Dhe kara nëse I politik, deklaratën e parë këmë e bukë, mos ha plazma keks, mas anej këtu planet tjera. Po ideja është që nuk mund është me fajsu, si konsumatori informu, tash adin debati këtu është ashtu besoj adin jo formal, unë logarita më mas shumë të këmë të që me bu ajgore. Edhe do nënë, po dhe isha që kjo është ideja. Kështu që tregut I paraprin që kjo tash që o të mënu me bu digital, bizja keni po, Elvana gjatën, kejtë dojnë, me flamur, atim se, veç me shit, it's sales, nothing. Atim, me një debat kem në Shqipni, edhe theke, këshilltari I Kadrive Sjelit, që by the way shumë filozofi mirë, mu shumë pëlqen e blerimin, edhe s'kemi plane për bashkim. Dhe që s'kemi bërë plane, dhe që digital ta ka po plane, ta ka po spotin, ta është ta ka rrit tifozllakun aty të qëtë reklamat bombardan dhe mund. Ajo, adim se, pse po do me ta shqit produktin e vetë. Edhe në fakt, adim cilë produkti ti, me bu këtë tregu me menu paka shumë, me pru me një nivel kulturor, shëshnor, që me asëne me ashit reklamën e Coca-Colës, këtë që ti tregu. Me shku Coca-Colës, me donë qëre, platforma jame është Albanian based, këtu në Maqedoni, në Shqipni, në Kosovë, edhe come advertise with me, hajde shite reklamën të one, se unë të japi qasin të në tregu, mos e bo për Kosovë me, së më di shumë thonë, kush janë kanktorët këtu të me, Leonora... Pse bash Leonora? Coca-Colën se shetë, po s'pëti shumë thonë, me MC Creation, jo, edhe keni po qysh depërtanë, edhe në fakt kjo ta imponën, bizniset kanë me shku nesër, me reklamu ma shumë digital, pëse sa veç këtë vë niste ne apo në këtu kanalit tjera, sepse qaj është koncepti. Nëse nisim biqet premis, bashkimin është I pashmangshëm. Së më shumë, është I pashmangshëm, edhe në fakt, kush e pengon veç bashkimin, edhe qëtu penali, se po mduket për atjetër nuk kena vakt pësën se kene pyetje, kush e pengon bashkimin? Bashkimin e pengojnë vetë politikanë. Se në realitet me bashkim, ata I hupin privilegjit e tëne. Njoni vend duhet me metë provincë. S'ka qare, s'mund është mi posti 2 kryeqytet apo 2 qendra zhvillume në njërë balancume edhe asni bashkim I tillë. Edhe për çato, edhe për bashkim, për mjë këthy asoj tezës të emet por, edhe për bashkim nevojitet deregulimi I veprimtarisë afariste, sepse nëse këshyrim sot, bashkimi real është arrit vetëm 2 fusha. Fushën e zbavitjes edhe në industrinë televizive, ku regullimi ka qenë minimum I shtetit. Minimum. Në qimente, kënë të najthikom. Në barna atje me Shqipni, kur importojnë, kënë të najthikom. Me patate, ku ka bizniset koncesionare të shtetit ata nuk lojnë me marë frymë. Hina atje të rejnë, mënej, si mazisë në Serbi, edhe Shqipni edhe këtu. Mënej, ka këtu bota, do në kriminalit cilat shpesej qasë nuk I dini që eksistojnë. Po ka, do në këtu venet ku, për shumë MC Creation, se kom po, për shumë rap ata, ku shingën shqiptarë të Shqipnisë të bërë rap, në atë gjuhën e tënë, mëne është, it doesn't make sense, për që ato këta tonë, janë atje shumë populorës, për shumë nuk mund është edhe bashkimin funditës, e kom thonë të disarë, kanë me bu konsumatorët, është qashtje konsumatorëve, për shumë, kur t'ja jep ati produktin, edhe për që ato që të që apë e bën digital, bë është që para procesi I bashkimit, ku pe kryan, qatë mentalitetin e njëjtë shoqëror, kulturor e të tjera, do në për me e barazu qatë fushën mes konsumatorve, ku mundet me ju plasu gjithë konsumatorve një produkt në 2 anë të kufinit, edhe në momentin që përqafun konsumatorët atë produkt, qoftë muzika e Kosovës, qoftë që ka pëtjune qka tjetër e Shqipnisë, shumë e rodë, që kjo bashkimi. Edhe drejt një kalzu, ma shumë se qka që nuk ka nevoj, sepse se më fund, sa I përket I bashkimit politik, ushtarak e kështu më rodë, ajo është rruga se më fund ditës që a thamë,
koncepti i bashkimit evropian është single market, është bashkimi në realitet, kështu s'kim nevojë me bu projekte dytësore, më bu sikur ata që zbulojnë ujin e nxehtë, kështu më thonë që veç na e zbulum atë për së dyti, kështu më radh.